Unë, kur kam ardhur këtu këti, unë e di cila është politika redaksionale këtu. Që e urdhëron e Ndrimeksi që unë të bëj... Do më thonë, unë e kam të qartë, por unë kam ardhur... Do më thonë, djali ish kryeministri tuaj. Unë kam ardhur Ka drejtuar vendin. Unë nuk ta përmenda njëri. Po kë? Unë mleta më. Politika editoriale e kujt? Imja apo e televizionit? Televizionit. Po jene vete ti. Po. Nuk e çan fare. Prit. Pritë të marrë. Por, unë kam ardhur këtu t'ju flasë qytetarëve. Dhe t'ju them qytetarëve që ju një minjohet pa kufishme për atë mbështetje që dhatë në 2 protestat, shumë shpejt, madje mundet nesër të njoftojmë datën, do t'i shkurtojmë ditët. Rrugë tjetër për ditët. Ore, pranuam këtë. Falë. Ai doli të nesërmen e datës 24, duke u dridhur dhe artikuloj në panik. Ja, këtë duke u dridhur. Artikuloj në panik, në panik. Do të thot, ky tregues do të thot që rruga jonë është e vetmja. E vetmja, thoni jo? E vetmja. Tela? Dhe në rast të dikush prej jush, më gjenë një rrugë për të mundur e larg regjimet, ose regjimet, përveç se kësaj forme, më thoni, unë po ja u them prapë. Edi Rama, narko-regjimet, nuk e mund do të bëj Krishtin e Muhamedit. Jo pëse ne do gjenim një rrugë. Ore të bëj pyetje unë. A është bërë shteti me pushtetin 1 për të manipuluar votën? Ka mundësi. Jo pyetje, ma thoni ju. Rezoluta, Osobeo Diri e tha këto, gjithë ato që po them unë? Nobody care about it. Nobody care, këtë thot Edi Rama. Jo, unë po thëmë që këtë e thuat fjali, nuk i unë në vesh. Jo, ki ka bim. Bindi njerëzit. Si të bindi njerëzit? Ta themun ty? Njerëzit, ja ta themun ty. Bëj zjedhet lira sot, Edi Rama dështon, nuk fiton kur. Po jo, ta themun. Dhe pse dua qeverinë teknike? Se kur qeveria teknike të vi i dashur, baton, ky Sueli nuk do të ketë më mbështetje Edi Rama në kurajer. Do rritë 2 vesh. Pritje ta themun. Ato patronazhistët do të marrë, do të merret, më nuk e kërkojmë. Nuk do jap, do të merret. Po si do të merret? Në rrugë. Do më thonë, ne sot kemi artikuluar një gjë. Edi Rama, sa gjatë të rinat karike, vetëm po destabilizon Shqipërinë. Ne jemi në rrugë për të kthyer Shqipërisë stabilitetin. Dhe ne nuk tërhiqemi aty derisa Shqipëria të ketë zgjidhje politike si rruga e vetme për ta kthyer në stabilitet. Dhe narkoshtetet janë destabilitet. Mos dëgjoj Batonin. Se Batoni ha me lugën e Edi Ramës. Dëgjoni qytetarët. Destabiliteti është destabiliteti. Nuk ka destabilitet më të madh për një shoqëri se ta kthej shoqërinë në narkoshtet. Damur, ki kujdes për lugën. Kjo është. Për mendimin edhe luga janë 2 koncepte këtë ndryshë. Tani, luga unë nuk hanë në lugë ka askuj. Ty se tha do ikin kafe, o zotë. As të kush. Tani, se unë ka propozuar një këti për t'ikun kafe unë dhe t'alinjat të fështote. Tani, shiko, a t'japim leje Yllit dhe Batonit dalin kafe, të bëjmë pak bisedne. Doni? Po mos ju akuzun? E kisha lafin avokatëve të narkosit, të largon 2 avokatë të narkosit, pini kafe dhe pastaj të bëjmë bisedë më konstruktive në të tjerë. S'kam provuar në njëtë shpetë. S'ke provu kur t'ju, s'ke për ta provu. Se si nuk je, avokat je pak. Pa i nuk të tha përdorus. Se s'tash përdorus, thash avokat. Avokati nuk e provo. Shtet narko dhe bëni gabim që e thoni. Shtet tërësisht narko shtet. Prisni vendi. Dhe ja ta themu pse? Shiko, nuk e themi vetëm ne tani. Tani e thonë gjithë mediat ndërkombëtare, tani ta thot Parlamenti Evropian, tani ta kanë thonë 7 rezoluta. Po, 7 rezoluta. 7 rezoluta. 7 rezoluta, ato që bëni ju me shoqata e... Po, Parlamenti Evropian për të djathta e pra. Po, ka. Të gjitha 7 rezoluta e cilësojnë narkoshtet, e cilësojnë që në Shqipëri, shteti është bërë njështë ja kështu ndimon e dramën ti që të mos ikë. Jo, duke bërë ju. Shpëton e dramën. Ti dhe Batoni duke bërë luft për të ndimuar, unë jam duke bërë luft për të arzuar dhe kam për të arzuar. Rëgjiqet, pavarësisht se ju e mbroni. Ju mi kuptoj unë, ti jemi sinqert ju mi kuptoj. Po pse, qa në... Hallet e vogla, hallet e bajet, sa gjera. Kemi halle me dramën. Sa gjera aty. Po, jo personalisht ti, po, janë kështu sa gjera. Edhe Batoni. Batoni punë vetë dhe unë. Batoni ka alat prej kohë. Halle kini ju më e. Batoni ka alat prej kohë. Ne jemi shumë mirë. Prej kohë alat. Ku punojmë, një minutë. Alat prej kohë. Ku jemi, ku punojmë, jemi shumë mirë. Ju dilni dhe bëni, na cilësoni ne çfarë jemi,
Po, sigurisht. Kini këtë detyrë, mo, ju kini detyrë të Jo, më kam edhe rëzoni e këtë dramës. detyrë, di pse kam këtë detyrë. Kini detyrë të rëzoni e Jo, dramën, po që me them- nderë po e hani mutin deri tani. Jo, atë, më falë, po... Po qa, ju do të rëzoni e dramën, ju vini sulmoni njerëzit. Për shkak të moshës du të ta kthejmë. Jo, futja portës, futja portës. Prit, por po themi gjë, Ore, duhet të rëzosh e dramën. jeni Jo, kthyer batonin. tam i Edi Ramës. Batonin ta kanë thirur me këtë emision. të pyesët. Batoni dhe 10 emisione të tjera që paguhen nga narkosi dhe nga korrupsioni. Kjo është e vërteta. Paguhen nga narkos. Prit. Sa marrën nga narkosi flamura, bon ta... Ta mbaroj. Aja futë çmimin batonit sa merr nga Ma jap Çmim, shiko, unë i përkas njerëzve të lirë që as shitem as blem, as nuk veç çmime. Shitet, blehet dhe shit dhe blen dhe veç çmime vetëm Edi Rama. Do të them. Dhe ju ka vënë edhe disa diplomatëve. Kam një etik. Unë nuk i di çmimet. Prit, Kam një etik. Do të them unë Jo, deri një sekond tash. Ta them unë. Do t'i them bleri. Ta them unë ty. Prit, ta them unë. Ta them unë. Jo, po të them dhe unë. Veç më hy, prit. Se do të them dhe unë gjëra shumë të tmerrshme. Unë pse flas këto? Sepse i dashur ylli. Do të them gjëra shumë të tmerrshme, pastaj po lere këtë bisedë e narkos. Jo, se lë. Se do të dalë shumë keq. S'ka gjë, se lë. Tani ka një gjë. Jo vllajin. Jo. Se do të dalë shumë keq. Jo, do të themi gjon. Ku është gjithë historia? Ylli. Ati thëm flamurit një Dalë në çdo ekran për t'ju thënë shqiptarëve. për pagesën. Që ka në për ekrane njerëz të Ti thon cilët për pagesë. paguhen nga pushteti për ta bërë zezën të bardhë dhe të bardhën të zezë. 2 vjet. Unë nuk mund të ri, po ja u thënë. Flamur. Ka emisione apo ka televizione të cilët Flamur. nuk shohin kur të keqen tek kalbëzimi që i ka shkaktuar shtetit dhe marrja penge shtetit nga droga dhe kartelet, po e shohin tek opozita. Dhe këta janë emisione apo televizione që paguhen nga Edi Rama dhe ka edhe portale madje edhe gazetarë që paguhen nga kartelet direkt Flamur. për të sulmuar opozitën. Ejtë në rregull kjo. Nuk jenë në rastin konkret. Jo. Po të tregoj çfarë ndodh. Flamur. Prit. Një pyetje. Apo dy tregoj. merret Dhe unë kjo s'më ndalon të shkoj kudo. Shkelzen Berisha merret me drogë? 2 vjet e gjys ku marr pagë prej syrit. 2 vjet e gjys. Po. Batoni. Nuk është. Shiko. Kujna janë ato? Jo, janë të syrit. Në mision? Janë të syrit. Faleminderit. Janë Shkëzën Berishës. A janë syrit? Syrit, nëse të ka dhonë syri, janë syrit, por nuk e punë. A, mirë, veç ta. Tani, shiko. Jo, veç më thash. Jo. Baton. Unë jetoj për punës tem. Baton. Unë jetoj për punës tem. Po, punë është edhe kjo. Punë është edhe kjo ti shërbesh regjimit, narko-regjimit. Ajo është çështërimi. Ajo është punë është dhe je krye fut në shërbim të narko-regjimit, e kupton ti, je nga të rrallët njerëz, Baton, që thua fajnë e ka Saliu, ndërsa shpopullimin e bërë Rama. Fajnë e ka Saliu, tendrat 100 miliona euro i vjedh Rama. Fajnë e ka Saliu, se Edi Rama ka ngrit narkoshtetin. Je ti, as kusht tjetër. Po, sepse ti këtë sa po e artikulove. Ndaj po ju them unë, ti sa po e artikulove. Cilën? Këtë gjë sa po. Cilën? Këtë. Cilën? Të ka ngelur, unë e di që ke smundit vjetër të ka ngelur fajnë e ka Saliu, fajnë e ka Saliu. Ku e ka i këtë? Jo mërë zotë, jo. Sot shqiptarët kanë një armik, shefin tënd. E kanë armik të betuar dhe po të them ka shkuar pika që është armiku i përjetshëm i shqiptarëve. Vasor Çubrilović nuk ka qenë kaq armik sa që është ky për shqiptarët. Këtë Baton. Dhe e di që djeg ty dhe unë jo pa qëllimi përmend Vasor Çubrilović. Se fiton ato. Unë shiko, unë jo pa qëllimi përmend Vasor Çubrilović. Se bën agent ja. Tani kjo është historia. Agent serb direkt. Kjo është çështja. Pra, kjo Iva Andrićin ka qenë. Po Iva Andrić mund ta kesh lexuar, shkrimtarësh. M'fal, je i vetmi që nuk ta nxe goja të thuash që në Shqipëri ka narkoshtet. Se unë s'menoj që ka narkoshtet. Sepse ka, se e thonë gjithë, po. Por unë nuk pres nga asnjë që i shërben narkoshtetit që ta pranoj se në Shqipëri ka narkoshtet. Por gjithë njerëzit normal, gjithë ndërkombëtarët tashmë, se dej dje edhe ishte herezi thoshin, kur i thoshin Sali Berisha apo unë apo një tjetër, thoshin nuk e beson kush. Ore po e quajmë. Ishte ambasador. Jemi okay. Ama sot të gjithë thonë narkoshtet. Jemi okay më. Dhe prit. Jemi okay më. Dhe tani ka vetëm një gjë. Tani ka një problem të vetëm një rrugë, është kjo rruga që kemi ndjekur ne. Jemi okay. Flamur me gjitha gjërat që thua. Po. Ka një problem. Nëse Edi Rama është në atë gjendje që thoni ju, dhe ka shkuar atje, edhe i vdekuri ka nevojë për dikë që ta çojë në Varrez. Jeni ju të gjallë që ta çoni. Të kilometrin e fund. Të kilometrin e bëni dot ju. Po. Fakti që kemi thënë do të thotë që jemi në atë rrugtim për ta bërë.